Tani kërcënimet të Trumpit janë thjesht kërcënime me fjalë dhe nuk mund të zbatohen. Edhe sikur të godiste me bomba atomike Iranin, përsëri nuk do ta shuante dot. Dhe nuk është se nuk e mendojnë, ata ndoshta mendojnë këtë që sidomos Izraeli për e gjithë frika është çfarë do të bëjë Irani në kundërpërgjigje. Pra nëse ata do të sulmojnë me bomba atomike sepse vetëm në këtë mënyrë mund të t'i afrohen asaj deklarate, atë ekzistonte mundësia që në pak ditë Irani të prodhonte bombën e tij atomike, pasi e ka kapacitetin dhe aftësinë, dhe të bënte kundërpërgjigje ndaj Izraelit dhe pse jo edhe ndaj Amerikës. Pasi që ne kemi parë që nuk dihej që Irani posedonte raketa që shkonin deri në rrezën 4000 kilometra, dhe gjithashtu nuk dihet nëse ata nuk posedojnë ndonjë raketë që shkon deri në Amerikë. Pra ekziston një frikë për një kundërpërgjigje të tillë, pra nuk është e lehtë të godasesh me bombë atomike. Pra nuk ekziston gjithmonë ajo frika se do të futet Kina dhe Rusia, por edhe vetë Irani mund të ketë këto kapacitete. Ndoshta për Amerikën nuk është ndonjë gjë e madhe të goditet nga një bombë atomike, por për Izraelin është çështje ekzistence, pasi që është vend i vogël. Kështu që këto kërcënime mbeten në kuadrin e deklaratave që bëhen në momente lufte, pra presioni për të arritur ato armëpushim, dhe duke parë që pikat që janë pranuar nga Trump, do të thotë që ai është dakord deri diku që të negociohet në këto 10 pika, përndryshe nëse ai vazhdon dhe flet përsëri po kundër këtyre pikave që veti pranoi, bie që thjesht pas ka qenë një kurth ky armëpushimi për të rifituar fuqi dhe forca për të sulmuar përsëri më fuqishëm. Si është pritur, po themi, kjo armëpushim dyjavor në Iran dhe a kanë bindjen ata iranianët pra se do ketë një paqe të shpejtë dhe një, po themi, mbyllje të luftës? Tani në popullin iranian ka dy lloje mendimesh. Së pari disa janë, le të themi, të lehtësuar pasi që tani nuk ka më bombardime për momentin, edhe pra është diçka normale që të rikthehet pra ajo qetësia që kishin para lufte dhe ndjehen komfort, ndërsa nga ana tjetër kemi dhe shumë skeptik të cilët mendojnë që ky armëpushim është thjesht një mundësi për t'i dhënë kohën e duhur armikut që të rikuperoj forcat dhe të sulmoj më fuqishëm. Por me sa duket, edhe iranianët nuk turse nuk i kanë bërë këto llogari dhe fritet që ata janë duke ripozicionuar raketet e tyre, duke i nxjerrë nga depot, të cilat mund të ishin edhe në nënveshkim, dhe mund të themi një frymarrje për iranianët që edhe ata të përgatiten për sulme edhe më të fuqishme. Por gjithë problemi tani qëndron tek çështja e Libanit, pasi në Iran ka pasur kritika të mëdha, qoftë nga populli, qoftë nga shumë nga ato që janë në pushtet, për faktin që Libani nuk duhet lënë vetëm, pra dhe kanë kërcënuar se nëse nuk ndalen sulmet do të përgjigjen, pra do të vazhdojnë sulmet kundër Izraelit, sepse Libani ishte ai që u erdhi në ndihmë iranianëve duke thënë që Irani nuk duhet lënë vetëm. Dhe për këtë arsye asnjë nuk duhet ta lëmë atë vetëm, thonë iranianët. Dhe shpresojmë që me Amerikën të mbahet një paqe, pra të vazhdoj ky armëpushim, dhe iranianët shprehen nëse vërtet amerikanët duan paqe, atëherë le t'i lënë izraelitët ta bëjnë luftën vetëm dhe kjo paqe arrihet shumë shpejt. Nëse amerikanët të rriqen nga lufta në Iran, besoni që Izraeli mund mos ja dalë me Iranin? Jo, u pa në luftën 12 ditore,
që izraelitët kërkuan ndihmën e amerikanëve. Pra përderisa Trump kërkon ndihmën, që është superfuqia botërore, kërkon ndihmën e NATO-s e të tjerëve për të hapur Hormuzin, që do të thotë të kërkojnë ndihmë kundër Iranit, atëherë është më së logjikshme që Izraeli nuk i bën dot ballë vetëm pa ndihmën e Amerikës. Pra, nëse vërtet duan paqe, ashtu siç shprehen dhe iranianët, atëherë le ta lënë Izraelin ta bëjë luftën i vetëm, luftën e tij, pasi që me sa duket është vetëm lufta e tij dhe ai kërkon qak, edhe ta shohin se ku përfundon. Pra Izraeli, pra çdo komb, çdo shtet duhet të mbarë mbi supe ato përgjegjësitë e tij dhe të mos i përfshijë të tjerët. Sepse në raste të tilla prishin interesat amerikane, po edhe të vendeve të tjera për tekat e një personi si Netanyahu. Pra, besoj se Irani e mund mjaft shpejt Izraelin nëse do të kemi një largim nga lufta të Amerikës. Kur lajmëroi Donald Trump që nëse s'ka armë pushim, po themi nëse Irani nuk do pranojë një armë pushim, atëherë amerikanët do të kryenin bombardime të tmerrshme, pam shumë qytetarë iranian që shkonin për të mbrojtur infrastrukturën energjetike. Pra që ishin bërë një trup njerëzor kundër këtyre bombardimeve. Ishte një strategji apo? Tani se shumë prallësin duke thënë që është një vend diktatorial dhe i ka detyruar gratë, fëmijët të dalin atje të formojnë një kordon njerëzor. Me sa duket jetojnë në botën e çuditërave këta njerëz dhe nuk e kanë idenë se çfarë është Irani. Por unë kam jetuar në Iran dhe e njoh mjaft mirë dhe kurse nuk mund të thuhet diçka e tillë, pra është absurde. Nuk jetojmë në Korenë e Veriut që të jap urdhër Kim Jong-uni që po nuk doli kjo lagje, le të themi, tek impjanti që prodhon energji elektrike, ne do t'i përshkatojmë si lagje. Sepse një gjë më e vogël të ndodh në Iran, ju i shikoni mediat që janë aty duke pritur që në momentin më të vogël të kryen nxitje për urrëtie ndaj qeverisë. Pra një gjë e tillë është një gënjeshtër e madhe, një është thjesht janë përralla. Dhe nga njerëz që shikojnë ëndra me sy hapur. Tani, iranianët, se problemi është se ata nuk i kuptojnë iranianët. Për këtë arsye dhe ka shumë tentativa të dështuara nga armiqtë e Iranit, sepse ata nuk e kuptojnë këtë popull. Iranianët, për të bërë krahasim me ne shqiptarët kur bëhet thirrje për diçka askush nuk ngrihet, pra gjithsecili shikon terrezinë e tij personale. Pra, po thoya që në momentin që ndodh diçka, natyra e iranianëve është e tillë që dynten të gjithë në rrugë. Me çfarë do lloj gjë, ditë feste, ditë zije, çfarë do lloj gjë qoftë. Ata dalin të gjithë në rrugë, bëjnë marshime, qoftë në festat që kanë, ulen nëpër parqe, pra është komplet natyrë tjetër si popull. Pra janë shumë të gatshëm të sakrifikojnë, shumë të gatshëm për të dhënë kontributin e tyre në çdo aspekt. Pra shumë të dhënë në marrëdhënie sociale. Pra kemi grupe ku ata ulen dhe meditojnë për gjëra nga më të ndryshmet, për muzikën, për fen. Pra çfarë do lloj ideologjie që përkasin, atë gjithmonë mblidhen bashkë dhe janë mjaft social si njerëz. Dhe kemi vënë re që nga dita kur filloi lufta deri më sot, ata kanë dalë çdo natë rrugëve. Pra gjithë natën duke brohoritur pro qeverisë, pro Iranit dhe duke dalë në mbështetje të vendit të tyre kundër agresionit amerikan-izraelit. Pra një popull i tillë janë ngritur gra, fëmijë, burra, pleq, artist, doktor, politikan, pra njerëz të gjitha shtresave të shoqërisë dhe kanë formuar kordon njerëzor rreth këtyre centraleve që Trump kërcënonte t'i bombardonte për t'i lënë pra drita iranianët. Dhe nuk është për të habitur që
Pastaj nga ana tjetër kjo gjë të cilësohet, pra të bëhet propagandë që i ka detyruar qeveria të bëjnë diçka të tillë, sepse ata nuk e kuptojnë popullin iranian, por nga ana tjetër prirën edhe nga qëllimet e tyre dashakeqëse që janë nxitja e urrëties globale ndaj Iranit, në mënyrë që të bëjmë balancimin me urrëtin që është në popujt e botës kundër Izraelit në momente të tilla, dhe gjithashtu të vazhdojnë me planet e tyre për nxitjen e popullit iranian, sidomos ata që janë jashtë shtetit, duke i bërë një lavash truri dhe duke i nxitur të kenë urrëtie ndaj shtetit të tyre, në mënyrë që në momentet më të para t'i përdorin për ato agjendat e tyre të brendshme. Thaj që Netanyahu dhe Mossadi kishin futur në kurth Donald Trumpin pasi i kishin pasqyruar një realitet tjetër në Iran, duke i theksuar atij se nëse eliminoheshin krerët, po themi, e Iranit, atëherë do kishte ndryshim regjimi. Duket se ka pasur një debat mjaft të ashpër me zëvendës presidentin amerikan JD Vance dhe Netanyahun lidhur me këtë çështje. Besoni që Donald Trump është futur në kurth në këtë luftë, apo kjo është një lloj propagande për të themi shtyrë përpara luftën? Nuk besoj që do të jenë kaq të painformuar amerikanët që të vi dhe t'i mashtrojnë Netanyahu, sepse edhe amerikanët kanë spionët e tyre, besoj. Sepse Enver Hoxha në shënimet e tij për lindjen e mesme ka thënë që kur u bë revolucioni në Iran, iranianët po ekzekutonin disa bashkëpunëtorë të amerikanëve, por tha që amerikanët nuk po ndërhyjnë sepse spionët kryesorë të Amerikës janë ende atje. Dhe shumë nga këto spion, pra supozohet që janë këta të pra reformatorët, disa prej kokave të tyre, të cilët kanë qenë aty që në momentet fillestare të revolucionit dhe ende janë aty për të ndikuar dhe për të lëvizur ato levat që janë interes të Amerikës në vend. Kështu që nuk besoj se amerikanët janë le të themi të mashtruar nga izraelitët dhe janë tërhequr në luftë, pra duke qenë se ishin në mungesë informacionit të saktë. Por janë të gjitha të planifikuara mirë, por mos harrojmë që edhe dosja në Epstein nuk është diçka e vogël. Pra ma të vërtetë është një fushatë e suksesshme, e cila i ka piketuar njerëzit që para se të vinin në pushtet, dhe i ka përdorur, i ka filmuar dhe tani mban për t'u bërë shantazh. Dhe një gjë e tillë më duket më logjikshme dhe bën sens se përse disa prej atyre pamjeve të dosjes Epstein u publikuan disa muaj para se të fillonte lufta në Iran. Pra gjërat me sa duket kanë qenë të planifikuara mirë. Dhe tani besoj se Trump nuk ka pasur nga t'ja mbajë dhe bëri detyrën e tij dhe tani do të mundohet të tërhiqet për të mos e përkeqësuar më keq situatën. Do të pyes lidhur me raportet që ka Shqipëria me Iranin, ose më saktë mbi një vendim të Kuvendit të Shqipërisë për të shpallur shtet terrorist Iranin. Si e pat këtë vendim dhe pse shkuam kaq larg? Jo, duk pak si vendim i nxituar. Gjithashtu edhe i tepruar. I nxituar sepse mund të kishin pritur pra deri në këto ditë dhe tani që u arrit marrëveshja pra nuk do të ishte e nevojshme. Dhe shpresojmë që të mos miratohet si ligj, pasi ka kaluar nga Kuvendi, por besoj se ende nuk është miratuar. Dhe le të mbetemi pra të besojmë se është në fazë thjesht propagandistike. Dhe nga ana tjetër thasht i tepruar pasi që letra që u publikuar, pra që morën vesh që u erdhi Shqipërisë për për këtë çështje nga amerikanët ishte që të shpallej terroristë, pra
garda revolucionare e Iranit dhe jo administrata e shtetit. Dhe tepria që u bë në këtë mes ishte pra shpallja e shtetit iranian, pra administratës dhe të gjithë si tërësi, dhe jo vetëm e gardës. Pra kjo ishte një tepri e cila nuk ishte e nevojshme. Pra thjesht të shpallej garda si një, le të themi, entitet terrorist nga ana e tyre, dhe nuk do të kishte implikime të tjera që prek dhe vetë qytetarët e tyre. Pra na prek dhe vetë në shqiptarëve, që kemi pasur lidhje jetën në Iran. Po edhe gjëra të tjera. Por duke qenë se kam dëgjuar që Irani do të rihapte ambasadën pra në pas Novruzit, pra ditës së Novruzit, besoj se kjo lëvizje është thjesht për efekt propagandistik dhe në rastin e një arritje të një marrëveshje përfundimtare mes Amerikës dhe Iranit, besoj se shumë shpejt në Shqipëri do të rihapet ambasada iraniane dhe marrëdhëniet diplomatike mes dy vendeve do të rivendosen. Duke u bazuar në fjalët që thot Donald Trump që forca ushtarake e Iranit është shkatruar, e ndërkohë ne shohim deri në armë pushim që Irani lëshon raketa çdo natë drejt Izraelit. Pra, si shpjegoj që nga një anë pretendohet për shkatrim total të ushtrisë, e nga ana tjetër duket se dëmet më të mëdha ndaj Izraelit Irani ka kryer kohët e fundit. Po dhe sa më thellë të futesh në një batak, aq më shumë do të kërkosh të dalësh. Se fundja, në rast se izraelitët nuk kanë një sens për ndjenje për t'i dhënë fund luftës apo të ndjehen në faj, amerikanët janë pak më ndryshe dhe deri diku e kanë atë ndjenjë njerëzillëkut. Pra janë gabim, po pavarësisht se janë gabim, janë edhe duke humbur. Dhe i shtyr nga këto dy gjërat, tani do të bësh çmos që të dalësh nga kjo luftë. Dhe duke thënë që jam në humbje, nuk mund të dalësh nga lufta. Kështu që duhet të deklarosh që e kam shkatruar plotësisht në mënyrë që të krijosh imazhin që dole triumfator. Por sido që të vënë, në që të dyja palët do të thonë që ne kemi fituar, ndërkohë që të dyja kanë humbur shumë, por ai që fiton mbi të gjitha do të jenë popujt. Kështu që është okay të vazhdojnë të bëjnë deklarata që ne fituam të dyja palët, përderisa s'do të ketë më luftë. Po thjesht pasi do të ketë grindje ndërmes tifozëve nëpër rrjetet sociale. Po edhe nëpër studio, se edhe nëpër studio ka tifozë, jo vetëm nëpër rrjetet sociale. Ajo çfarë u mbështoll me një, po themi, dyshim të madh ose mister të madh ishte dhe shpëtimi i pilotit amerikan pak ditë më parë nga po themi territori iranian. Kemi informacion se si arriti të doli piloti amerikan nga Irani dhe me çfarë kostosh në fakt e shpëtoi Amerika pilotin e vet. Tani së pari nga të dyja palët ka pasur pretendime maksimaliste, por që e vërtetë ka qenë diku në mes tyre dy gjërave. Pra amerikanët kanë thënë që e shpëtuam, kemi pasur një operacion të suksesshëm, ndërkohë që pala iraniane ka thënë që e kemi kapur peng atë pilotin dhe kemi rrëzuar edhe një 15 aeroplan të tjerë. Pra këto janë shifrat që janë dhënë nga Irani, pra aeroplan edhe helikopter. Ndërkohë që e vërteta, nëse shikojmë dhe fotot dhe videot të publikuara nga Irani, pra mund të jetë shpëtuar piloti, pasi që do ta kishin treguar nëse do ta kishin kapur, por që ata 2-3 aeroplan dhe helikoptere që u rrëzuan ka pasur viktima. Dhe thuhet që një plan tjetër ishte edhe përgatitja e një terreni për uljen e trupave, gjë e cila dështoi. Duke qenë se e provuan pra edhe mundësinë për të krijuar
një bazë amerikane brenda Iranit nga ku do të bëhen sulme toksore, atëherë kishte edhe një arsye më mirë për të bërë një marrëveshje paqe me Iranin. Pra, po themi ka pasur një tentativë për të ulur forcat në tokë dhe ka ndodhur incidenti me pilotin? Incidenti me pilotin ishte thjesht një Një justifikim, një thua. pra një justifikim për të dërguar trupa të shumta që gjoja do të ishin në kërkim të tij, por pavarësisht kësaj një rrugë dy punë. Pra edhe të bëjmë kërkimin, por edhe të bëjmë një tentativë për të marrë një sajt toksor aty në mënyrë që të bëjmë embarkim. Që pastaj të fillojnë sulme të brendshme me trupa toksor. Por gjithashtu ata kanë thënë dhe iranjanët janë shprehur që ekzistonte edhe një mundësi tjetër që të kryeshin sulme nga çdo qytet iranian. Pra të kryeshin sulme nga perëndimi i Iranit në zonën e kurdëve dhe azerëve dhe nga jugu dhe të fillonin pra me trupa që do të nga parashutistë që do të fillonin nga zona e Isfahanit, pra një nga pikat që i kishte mjaft mundësi të cilën edhe tentuan ta bëjnë, por gjithashtu edhe në rajone të tjera nëpër qytete të ndryshme të Iranit, pra njëkohësisht të bënin një sulm të befasishëm me trupa, pasi që kur aeroplanët dhe helikopteret për t'u shmangur radarëve fluturojnë në lartësi mjaft të ulta. Dhe kjo do të jepte mundësi që të dislokoheshin trupa në mënyrë të shpejtë pa u diktuar nga qendra dhe të fillonin pastaj një sulm të brendshëm me trupa toksore. Por me sa duket kjo gjë ka dështuar dhe nuk është tentuar më. A ka pasur viktima në këtë operacion nga amerikanët? Po në njëra nga videot që u publikua, pra dukej skeleti i një ushtari që ndodhi brenda në trupin që ishte duke djegur helikopterit. Tani dihet që për efekt propagande, sidomos Izraeli nuk tregon asgjë se sa kanë vdekur. Pra gjen le të themi janë shifra të cilat do të merren vesh vite pas mbarimit të luftës. Sepse është dhe ta ka në horizont një paqe? Nëse do të duan amerikanët, po. Tani Trump para se të shpallte pranimin e 10 pikësh të Iranit si një bazë për të kryer negociata, ata i kanë parë kush janë pikat, kanë qenë të pranueshme për ta dhe tani, nëse do të vazhdojnë të thonë që këto janë të papranueshme, atëherë për çfarë pranuan armëpushimin dhe 10 pikëshin e propozuar. Dhe nëse vazhdojnë me këtë retorik që ne nuk pranojmë asgjë, pra thjesht ka qenë një kurth në mënyrë që të ndryshon opinionin publik. Por nëse vërtet kanë pasur interes të punojnë mbi këto 10 pika, besoj se edhe iranianët do të lehtësojnë disa prej tyre dhe do të kemi një marrëveshje. Dhe kemi 3 mundësi pra. Ose më saktë 2 mundësi. Le të themi 3. Pra para është që të bie dakord Irani me Amerikën dhe Izraeli gjithashtu ta ndalë sulmin e tij ndaj Libanit. Së dyti është pika që këta thjesht mund të jenë duke e futur Iranin në kurth për të fituar kohë dhe s'do të ketë një marrëveshje por rihapje të luftës. Dhe e treta mund të kemi një marrëveshje amerikano-iraniane dhe Amerika do ta lëjë Izraelin ta bëjë luftën i vetëm. Në rast se ai nuk do të dëgjojë, do të thotë, "Ok, ti nuk kërkon armëpushim dhe paqe, atëherë vazhdoj vetëm derisa ai të pranojë armëpushimin." Pra, e treta është që do të kemi një marrëveshje me Amerikën dhe vazhdim të luftës ndërmjet Libanit, Iranit dhe Izraelit. Shpresojmë që të ndodhë ajo më e mira, pra që të ketë një armëpushim mes gjitha palëve.